Në vjeshtën e vitit 1982, kur disa burra në uniforma të erëta hynë në një zyrë të madhe në katin e parë të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, ata gjetën diçka që, sipas çdo logjike të atij sistemi, nuk duhej të kishte ekzistuar fare. Mbi tryezën e gjerë prej drurit të errët, në dritën e zverdh të një llambe të vetme, qëndronin disa dosje me kapak të trash, të lidhura me spango, secila me një vul të kuqe në cep dhe me një fjalë të vetme të shtypur lart, tepër sekret. Brenda tyre kishte emra, data, lidhje, shifra dhe radhë të tëra njerëzish që dikur kishin pasur jetën në duart e tyre. Por brenda pak ditësh, ato dosje do të zhdukeshin, do të rishkruheshin, do të bëheshin diçka tjetër nga ç'ishin. Dhe pyetja që mbeti pezull mbi gjithë atë histori, pyetja që edhe sot, pas kaq dekadash, nuk ka marrë një përgjigje të plotë, është e thjeshtë dhe e tmerrshme njëkohësisht. Kush i mori ato dosje? Dhe, më e rëndësishmja, kush mori, bashkë me to, kontrollin e vërtet të shtetit? Burri që i kishte mbledhur ato letra, që dinte çfarë kishte në secilën prej tyre, që për gati 30 vjet kishte qenë mbreti i padukshëm i frikës në një vend të tërë, tashmë ishte i mbyllur diku, në një qeli pa dritare, dhe priste fundin e tij. E quanin Kadri Hasbiu. Për një brez të tërë shqiptarësh, ai emër kishte qenë sinonim i fuqisë absolute, i syve që shihnin gjithçka, i veshëve që dëgjonin gjithçka. Ministër i punëve të brendshme për gati 26 vjet. Komandant suprem i sigurimit të shtetit, asaj makinerie të heshtur që kishte mbërthyer çdo qoshe të jetës shqiptare. Anëtar i byros politike. General. Njeriu i dytë, ndoshta i treti, në një piramid ku vetëm një emër qëndronte më lart se ai. Dhe pikërisht ai njeri, arkitekti i sistemit, do të bëhej një nga viktimat më të bujshme të vetë sistemit që kishte ndihmuar të ndërtohej. Mendoni për një çast se çfarë do të thoshte kjo. Imagjinoni një njeri që e njihte makinerinë nga brenda, deri në vidën më të vogël. Që e dinte se si merreshin njerëzit natën. Që e dinte se si shkruheshin akuzat, se si nxirreshin pohimet, se si ndërtoheshin dosjet që asnjë akuzuar nuk mund t'i kundërshtonte. Dhe pastaj imagjinoni se si ndihej i njëjti njeri kur, një natë vjeshte, kuptoi se tani makineria po kthehej kundër tij. Se dosja e radhës kishte emrin e tij. Se letrat që do të vendosnin fatin e tij po shkruheshin nga duar që dikur i kishin qenë nën komandë. Thonë se në qelit e burgut të vjetër të Tiranës, atij që e quanin Reparti 313, ka njerëz që ende sot, kur kalojnë pranë atyre mureve, ulin zërin. Sepse aty, brenda atyre dhomave të lagështa, u shkrua një nga kapitujt më të errët dhe më të mjegull të historisë shqiptare. Kjo nuk është thjesht historia e një njeriu që ra nga lartësia. Kjo është historia e një mekanizmi që, pasi gëlltiti me radhë general, ministra, ambasador dhe ekonomist, në fund u kthye dhe gëlltiti edhe vetë rojen e tij më besnike. Është historia e dosjeve që u zhdukën, e dëshmive që u nxorën me forcë, e një gjyqi që u shfaq para popullit si drejtësi, por që, sipas shumë studiuesve të sotëm, ishte vetëm hapi i parafundit i një plani të gjallë. Sepse kur Kadri Hasbiu ra, dikush tjetër u ngjit. Kur emri i tij u fshi nga gazetat, emra të tjerë, deri atëherë në hije, dolën në drilë. Dhe ne, në këtë rrëfim, do të ndjekim hap pas hapi gjurmën e padukshme që të çon nga ajo zyrë me dosjet e vulosura deri te zyrat e pushtetit të ri. Do të pyesim, ashtu siç pyeten edhe atëherë disa zëra të friksuar nën zë, kujt i interesonte vërtet rënia e këtij njeri? Kush e ndërtoi kurthin dhe kush hyri në të pasi ai u mbyll? Që në fillim, le ta themi qartë diçka. Kadri Hasbiu nuk ishte një engjëll. Duart e tij nuk ishin të pastra. Ai kishte qenë vetë pjesë e asaj makinerie që dërgonte njerëz drejt fundit, kishte firmosur, kishte urdhëruar, kishte heshtur kur duhej të kishte folur. Dhe pikërisht kjo është ajo që e bën historinë e tij kaq të rëndë, kaq njerëzore dhe kaq mësimdhënëse. Sepse ajo na tregon se në një sistem ku frika është ligji i vetëm, askush, absolutisht askush, nuk është i sigurt. As mbreti i frikës. As ai që mban çelësat e burgjeve. Sot do të hapim, ngadalë dhe me kujdes, ato dosje që dikush u përpoq t'i fshite përgjithmonë. Dhe do të kuptojmë pse, edhe pas kaq vitesh, e vërteta e plot mbetet ende e mbyllur diku, në pluhurin e arkivave që nuk i ka parë ende askush deri në fund. A jeni gati ta ndiqni këtë rrugë deri në fund, edhe kur ajo të bëhet e errët? Për ta kuptuar se si ra ky njeri, duhet të kthehemi shumë vite pas, në një kohë kur emri Kadri Hasbiu nuk thoshte ende asgjë për askën.
Ai erdhi në jetë në verën e vitit 1922 në një fshat të vogël me emrin Mavrov në krahinën e Vlorës, atje ku deti dhe malet takohen dhe ku njerëzit kanë qenë gjithmonë të ashpër si guri dhe kokfort si era. Baba i tij, një burr i quajtur Hasbi, nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai kishte qenë një nga udhëheqësit vendor gjatë luftës së Vlorës në vitin 1920, kur banorët e atyre anëve u ngritën kundër një force të huaj dhe e detyruan atë të largohej. Pra, djali i vogël që rritej në atë shtëpi me gur lindi në një familje ku fjala nder, fjala armë dhe fjala luftë kishin një peshë të veçantë. Ai u rrit duke dëgjuar histori burrash që nuk uleshin para askujt, dhe ndoshta diçka prej asaj kokfortësie do ta shoqëronte deri në çastin e tij të fundit, gjysmë shekulli më vonë, në një sallë gjyqi. I riu Kadri u shkollua, mësoi dhe diku nga fillimi i viteve 40 mbaroi një shkollë tregtare. Por koha në të cilën u rrit nuk I la hapësirë për një jetë të qetë tregtari. Lufta e dytë botërore kishte përfshirë gjithë Evropën dhe Shqipëria e vogël ishte bërë fushë betejë midis forcave të mëdha. Kur ishte shumë I ri, ende pa mbushur moshën në të cilën sot të rinjt sapo nisin universitetin, Kadri Hasbiu u bashkua me lëvizjen që luftonte pushtuesin, atë krah që e quanin Lëvizja Nacional Çlirimtare dhe që udhëhiqej nga komunistët. Ishin vitet 1942 deri në 1944, vite gjaku, uria dhe zjarri. Aty, në male, midis pritave dhe tërheqjeve, midis netëve pa gjumë dhe ditëve pa bukë, formohej karakteri I një brezi të tërë që më vonë do të merrte në dorë fatin e të gjithë vendit. Dhe aty, midis atyre burrave, ai njohu njerëz që do t'i ndryshonin jetën përgjithmonë. Disa prej tyre do të bëheshin shokët e tij më të ngushtë. Të tjerë, vite më vonë, do të bëheshin gjyqtarët e tij. Kush ishte vërtet ky djalë nga Mavrova? A e kuptonte ai, ndërsa ngjitej në përshtigjet e maleve të Vlorës, se po ecte drejt majës së një pushteti që pak vetë në historinë e atij vendi do të arrinin? A e merrte me mend se duart që mësonin atëherë të mbanin armën, një ditë do të mbanin stilolapsin që firmoste vendime jete dhe vdekjeje? Ndoshta jo. Ndoshta në atë kohë ai mendonte vetëm për të nesërmen, për të mbijetuar deri në mëngjes, për të parë vendin e tij të lirë. Por historia, ajo e ka një mënyrë mizore për t'i çuar njerëzit atje ku nuk e kanë menduar kurrë. Dhe rruga e Kadri Hasbiut që nisi në një fshat të vogël buz detit, do ta çonte drejt në zemrën më të errët të një shteti që po ndërtohej mbi frikë. Por si u bë ai, nga një luftëtar I ri malesh, njeriu që do të drejtonte për dekada të tëra aparatin më të frikshëm të vendit? Përgjigjja fillon menjëherë pas luftës, kur armët heshtën dhe filloi një luftë tjetër, shumë më e heshtur dhe shumë më e gjallë. Kur lufta mbaroi dhe u shpall Republika e Re, në fillim të vitit 1946, vendi ndryshoi përgjithmonë. Ata që dikur kishin qenë partizan në male, tani ishin shtet. Dhe një shtet I ri, sidomos një shtet që lind nga lufta dhe revolucioni, ka nevojë para së gjithash për një gjë, për sytë dhe veshët që do ta mbrojnë atë nga armiqt, të vërtet ose të imagjinuar. Kadri Hasbiu, ende shumë I ri, u vendos pikërisht aty, në zemër të atij mekanizmi mbrojtës. E emëruan kolonel, shefi një seksioni të kundërzbulimit brenda drejtorisë që merrej me sigurinë e jashtme. Do me thënë, ende pa mbushur të 25-tat, ai tashmë merrej me gjën më të ndjeshme në një shtet të tillë, me kapjen e armikut, me ndjekjen e spionit, me mbrojtjen e regjimit nga ata që donin ta përmbysnin. Ishte një botë e errët, një botë hijesh, ku besimi ishte luks që pak vetë mund të përballonin, dhe ku dyshimi ishte mënyra normale e të menduarit. Pak vite më vonë, ai u dërgua larg në lindje për të shkolluar në një nga shkollat e larta ushtarake të Moskës. Atje, në zemrën e perandorisë së madhe që në atë kohë ishte aleate e ngushtë të Shqipërisë, ai mësoi jo vetëm artin ushtarak, por edhe diçka shumë më të hollë, mënyrën se si një shtet I fortë ndërton aparatin e tij të sigurisë, se si mban njerëzit nën kontroll, se si funksionon makineria e madhe që e quajnë sistemi I sigurisë shtetërore. U kthye në atë dhe I pajisur me dije, me kontakte dhe me një vizion të qartë se si duhej të funksiononte aparati I frikës. Dhe ngjitja e tij u bë shpejt. Në vitin 1950 u zgjodh në Kuvendin Popullor, ku do të mbetej për dekada. Po atë periudhë u bë shef I drejtorisë së sigurimit të shtetit dhe zëvendësministër I punëve të brendshme. Pra, ende fare I ri, ai tashmë mbante në dorë çelësin e asaj që do të bëhej institucioni më I tmerrshëm I të gjithë periudhës, sigurimi. Çfarë lloj njeriu duhet të jesh për të drejtuar një makineri të tillë? Çfarë lloj zemre duhet të kesh për të mbledhur dosje mbi miq, fqinjet, kolegët dhe ndonjëherë edhe mbi vetë familjarët e tu?
Dëshmitarët e asaj kohe, ata pak që mbietuan dhe që guxuan të flasin pas viteve 90, e përshkruajnë Kadri Hasbiun si një njeri me dy fytyra. Nga jashtë, ai duke i qetë, korrekt, madje i dashur me njerëzit e thjesht, një burr që dinte të buzëqeshte dhe të bënte shaka. Por të gjithë e dinin se pas asaj buzëqeshjeje qëndronte një fuqi që mund të zhdukte brenda një nate. Ai ishte, në një farë mënyre, dy njerëz në një trup. Burri i familjes që kthehej në shtëpi te gruaja dhe 5 fëmijët e tij. Dhe ministri i frikës që firmoste letra për të cilat shumë familje do të qanin për dekada. A mund të jetojë vërtet një njeri kështu, i ndarë në dy gjysma? Dhe a e dinte ai, atje në kulmin e fuqisë së tij, se një ditë do të ishte ai vetë ai që do të kërkonte mëshirë nga një makineri pa mëshirë? Këto janë pyetjet që do të na shoqërojnë gjatë gjithë kësaj historie, dhe përgjigjet, kur do të vinë, do të jenë gjithçka tjetër veç se të lehta. Për të kuptuar se çfarë ndërtoi Kadri Hasbiu, duhet të imagjinoni një rrjet të padukshëm që shtrihej mbi gjithë vendin, nga qyteti më i madh deri te fshati më i largët malor. Sigurimi i shtetit nuk ishte thjesht një polici sekrete. Ishte një sy që nuk mbyllej kurrë, një vesh që dëgjonte në çdo kafene, në çdo punishte, në çdo dasmë dhe në çdo morë. Bashkëbisedimi i një burri me fqinjin e tij mund të përfundonte në një dosje. Një shaka e thënë me zë të ulët mund të bëhej provë faji. Një letër e dërguar te një i afërm jashtë shtetit mund të hapej, të lexohej, të kopjohej dhe të fshihej përsëri, pa e ditur kur ai që e shkroi. Ky ishte vendi që ndihmoi të ndërtohej njeriu nga Mavrova. Dhe në krye të kësaj makinerie, për gati 26 vjet, qëndroi i njëjti emër. Në verën e vitit 1954, kur Mehmet Shehu u ngjit në postin e kryeministrit, vendin e tij si ministër i punëve të brendshme e zuri Kadri Hasbiu. Ai do ta mbante atë post për gati 3 dekada, një kohë aq e gjatë sa shumë fëmijë lindën, u rritën dhe u bën prindër, ndërsa i njëjti njeri qëndronte në krye të aparatit që vendoste se kush ishte mik i shtetit dhe kush armik. Në vitin 1957 mori gradën e general-lejtenantit. Pak vite më vonë, në fillim të viteve 60, hyri si antar kandidat në byron politike, organin më të lartë të pushtetit. Dhe në vitin 1971 u bë antar i plot i saj. Tani ai nuk ishte më thjesht një drejtues policie. Ai ishte një nga ata pak burra që uleshin rreth tryezës ku merreshin vendimet që prekeshin jetën e çdo shqiptari. Por sa më lart ngjitej ai, aq më e errët bëhej puna e tij. Sepse drejtimi i sigurimit nuk do të thoshte vetëm kapje hajdutësh apo spionësh të vërtetë. Do të thoshte edhe diçka tjetër, diçka shumë më e tmerrshme. Do të thoshte mbajtja e dosjeve mbi vetë shokët e pushtetit. Sepse në një sistem si ai, ku besimi nuk ekzistonte, çdo njeri, sado i lartë, kishte dosjen e tij. Dhe ai që mbante dosjet, ai që i ruante ato në kasaforta të mbyllura me çelës, kishte në dorë një fuqi që as vetë kryeministri nuk e kishte. Sepse letra mund të nxirret kur të duash. Akuza mund të ndërtohet kur të vijë momenti. Dhe kjo është arsyeja pse, edhe sot, kur historianët shtrojnë pyetjen se kush ishte vërtet njeriu i dytë i atij regjimi, shumë prej tyre nuk tregojnë me gisht kryeministrin, por tregojnë drejtet e njeriu që mbante çelsat e dosjeve. Drejt e Kadri Hasbiu. Imagjinoni një kasafort në një zyrë gjysmë të errët, ku raftet të tëra mbushen me dosje të lidhura me Spango. Secila dosje është një jetë. Secila vulë e kuqe është një frikë. Dhe njeriu që ka çelësin e asaj kasaforte mund të hapë cilëndo prej tyre kur të dëshirojë. A nuk është kjo, në fakt, fuqia më e madhe që mund të ketë një njeri mbi një tjetër? Jo fuqia e armës që vret menjëherë, por fuqia e dosjes që pret në heshtje për vite të tëra dhe që një ditë, kur urdhri vjen nga lart, hapet dhe e shkatëron njeriun pa e prekur kurrë me dorë. Kjo ishte fuqia e Kadri Hasbiu. Dhe pikërisht kjo fuqi, vite më vonë, do të bëhej dënimi i tij më i madh. Sepse ai e dinte më mirë se kushdo tjetër se diku në një kasafort tjetër mund të kishte edhe një dosje me emrin e tij. Tani le të flasim për diçka që shumë vetë preferojnë ta heshtin kur kujtojnë këtë njeri. Kadri Hasbiu nuk ishte vetëm një vëzhgues. Ai ishte një ekzekutues i vullnetit të regjimit. Dhe në mesin e viteve 70, kur valë të mëdha pastrimesh përfshin majat e pushtetit, ai ishte një nga figurat kyçe që ndihmoi në shkatërimin e atyre që dikur kishin qenë shok lufte. Kur ran emrat e mëdhenj të spektrit ushtarak dhe ekonomik, kur burra që kishin udhëhequr ushtrinë dhe ekonominë e vendit u shpallën papritur tradhtar dhe armiq, dora e sigurimit ishte aty.
Emrat e atyre njerëzve sot janë pjesë e historisë së erës shqiptare. Burra që kishin pasur gradë të larta, që kishin drejtuar dikasteret më të rëndësishme dhe që brenda pak muajsh u kthyen nga heronj në tradhtar. Kadri Hasbiu ishte aty kur ata u larguan nga detyra. Aty kur u arrestuan. Dhe aty kur fati i tyre u vulos për gjithmonë. Ironia e historisë, ajo ironi e hidhur që e bën këtë rrëfim aq të rënd, është pikërisht këtu. Burri që ndihmoi të shkatërroheshin kaq shumë të tjerë, do të shkatërrohej me të njëjtën metodë, me të njëjtin skenar, me të njëjtën makineri. Akuzat që ai kishte parë të ndërtoheshin kundër të tjerëve, do të ndërtoheshin një ditë kundër tij. Dëshmitë e nxjerra me forcë që ai kishte parë të mblidheshin kundër armiqve të dikurshëm, do të mblidheshin një ditë mbi kokën e tij. Dhe gjyqi që shfaqej para popullit si drejtësi, ai gjyq që ai e kishte parë të luej kaq herë, një ditë do të luej me të si protagonist kryesor. A e parandjeu ai ndonjëherë këtë fund? A pa, ndoshta, në fytyrat e atyre që dërgonte drejt fundit, fytyrën e tij të ardhshme? Nuk e dim. Por dim se në një sistem që ushqehet me frikë, çdo ekzekutues është gjithmonë edhe një viktimë e mundshme. Vetëm radha ndryshon. Ndërkohë, jeta e Kadri Hasbiut kishte edhe një anë tjetër, një anë që pak vetë e njihnin. Larg zyrave të errëta dhe kasafortave me dosje, ai ishte një burr familjeje. Kishte një grua dhe 5 fëmijë. Kishte një shtëpi, një jetë private, çaste kur ndoshta harronte për pak peshën e asaj që mbante mbi shpatulla. Djali i tij më i vogël, i lindur në fund të viteve 50, u bë futbollist dhe jo një futbollist çfarëdo. Ai luajti për një nga skuadrat më të mëdha të kryeqytetit dhe në fillim të viteve 80 ngriti lart kupën e kampionit. Imagjinoni atë çast. Babai, ministri i frikës, ndoshta i ulur diku në tribun ose duke dëgjuar lajmin në zyrën e tij, ndërsa i biri vrapon në përfush me duart lart, i lumtur, i ri, plot jetë. Një familje në kulmin e gjithçkaje. Pushtet, famë, sukses. Asgjë nuk dukej se mund ta tunte atë mur, por pikërisht ato mure që duken më të forta, janë shpesh ato që bien më rënd. Sepse e gjithë kjo lumturi qëndronte mbi një themel të rrezikshëm. Mbi besnikërinë ndaj një sistemi që nuk njihte besnikëri. Mbi afërsinë me njerëz që sot ishin miq dhe nesër mund të bëheshin armiq. Dhe mbi një lidhje të veçantë, një lidhje që do të bëhej, në fund, litari që do ta tërhiqte gjithë familjen drejt humnerës. Sepse Kadri Hasbiu nuk ishte vetëm shoku i ngushtë i kryeministrit të vendit. Ai ishte i lidhur me të edhe nga gjaku i Krushis. Dy familjet ishin bashkuar përmes martesës dhe bashkëshortet e tyre ishin motra. Pra, kur fati i njërës familje do të erësoj, erësira do të përhapej në mënyrë të pashmangshme edhe të tjetra. Kjo lidhje, që për vite kishte qenë burim force dhe afërsie, do të bëhej në fund prova kryesore e fajit. A e dinte Kadri Hasbiu se afërsia me njeriun më të fuqishëm pas udhëheqësit suprem mund të bëhej një ditë akuza më e rëndë kundër tij? A mund ta merrte me mend se vetë Krushia, vetë familja, do të përdorej si armë kundër tij? Tani duhet të njihni emrin tjetër të madh të kësaj historie, emrin pa të cilin gjithçka tjetër nuk mund të kuptohet. Mehmet Shehu. Për dekada me radhë, ai kishte qenë njeriu i dytë i shtetit, kryeministri, burri jashtëpërmendor hekuri, komandanti legjendar i luftës që pas çlirimit u bë drejtuesi i qeverisë. Ai dhe udhëheqësi suprem i vendit kishin ecur krah për një kohë shumë të gjatë, dy shtylla mbi të cilat qëndronte gjithë ndërtesa e pushtetit. Dhe Kadri Hasbiu ishte njeriu i Shehut, miku i tij, krushku i tij, ai që e kishte zëvendësuar dikur në ministrinë e brendshme kur Shehu u ngjit më lart. Të tre këta burra, udhëheqësi, kryeministri dhe ministri i frikës, kishin formuar për vite një trekëndësh pushteti që dukej i pathyeshëm. Por trekëndëshat e pushtetit kanë një ligj të vetin të hekur. Herët avon, njëra anë fillon ta shoh tjetrën si rrezik. Dhe atëherë gjithçka ndryshon. Çfarë i lidhte vërtet këta dy burra, Hasbiun dhe Shehun? Ishte besnikëri e vërtet, apo thjesht interes i përbashkët? Ishte miqësi, apo një aleancë e ftohtë midis dy njerëzve që e dinin shumë mirë se sa rrezik mbarte secili prej tyre? Ndoshta ishte gjithçka njëkohësisht. Në botën në të cilën jetonin, ku çdo fjalë regjistrohej dhe çdo lëvizje vëzhgohej, miqësia e vërtet ishte gati e pamundur. Por Krushia, gjaku, fëmijët që rriteshin së bashku, ato ishin reale. Dhe pikërisht ajo realitet i thjesht njerëzor, ajo lidhje familjare që do të kishte qenë krenari kudo tjetër, do të bëhej në Shqipërinë e atyre viteve dëshmia më e rrezikshme e të gjitha.
sepse kur njeriu i dytë i shtetit do të binte, të gjithë ata që ishin afër tij, me gjak ose me besnikëri, do të binin bashkë me të. Dhe Kadri Hasbiu ishte aq afër, sa më afër nuk kishte ku të shkojë. Dhe ja ku arrim të nata që ndryshoi gjithçka. Mesi i dhjetorit të vitit 1981. Një natë dimri, e ftohtë, e zakonshme në Dukje. Por në mëngjes, vendi u zgjua me një lajm që e la pa frym. Kryeministri Mehmet Shehu, njeriu i dytë i shtetit, burri i hekur që kishte qeverisur për dekada, nuk ishte më. Versioni zyrtar, ai që ju dha popullit, ishte i shkurtër dhe i ftohtë. Vetë vrasje. Thanë se ai e kishte marrë jetën e tij vetë, gjatë një çasti, siç u shpall më vonë, dobësie dhe krize nervore. Por sapo ai lajm doli, sapo fjala vetë vrasje u përhap nga gojë në gojë, diçka nuk shkonte. Njerëzit, edhe ata më të frikësuarit, filluan të pëshpërisnin nën zë. Si mundet njeriu i dytë i një shteti, burri më i fortë pas udhëheqësit, të largohet kështu, kaq papritur, kaq në heshtje? Çfarë kishte ndodhur vërtet atë natë, pas dyerve të mbyllura, në errësirën e bllokut të ndaluar ku jetonin udhëheqësit? Askush nuk e dinte me siguri. Por të gjithë ndjenin se diçka e madhe dhe e tmerrshme po niste. Sepse kur njeriu i dytë i një shteti totalitar largohet papritur nga skena, kjo nuk është kur fundi i një historie. Është gjithmonë fillimi i një tjetre, shumë më e errët. Dhe Kadri Hasbiu, krushku, miku, shoku i atij njeriu që sapo ishte zhdukur, e kuptoi ndoshta më mirë se kushdo tjetër se çfarë do të thoshte kjo për të. Sepse nëse Mehmet Shehu, i pacenueshmi, kryeministri i përjetshëm, mund të binte kështu, atëherë askush nuk ishte i sigurt. Asnjë emër, sado i madh, nuk ishte më i mbrojtur. Litari ishte hedhur. Dhe tani çështja ishte vetëm se kujt do t'i vijej në qafë i pari, dhe se sa gjatë do të zgjaste rënia. A e ndjeu Kadri Hasbiu, atë mëngjes dimri, se fati i tij sapo ishte vulosur? A kuptoi se nata e Mehmet Shehut ishte, në të vërtetë, fillimi i natës së tij të gjatë? Përgjigjja ishte aq afër dhe aq e frikshme, sa pak vetë do të guxonin ta shqiptonin me zë. Pas asaj nate dimri, ajri në kryeqytet ndryshoi. Nuk ishte diçka që mund ta shije me sy, por të gjithë e ndjenin. Një heshtje e re era mbi zyrat e pushtetit, një heshtje e rëndë, e mbushur me dyshime. Sepse kur njeriu i dytë i shtetit largohet papritur, secili nga ata që mbeten fillon të pyes veten se kush do të jetë i radhës. Dhe në atë lojë të heshtur frike, ku çdo buzëqeshje mund të fshite një thik dhe çdo përshëndetje mund të ishte e fundit, Kadri Hasbiu e gjeti veten papritur në një pozitë shumë të çuditshme. Sepse pikërisht atëherë, kur gjithçka po errësohej rreth emrit të Mehmet Shehut, ai u ngrit edhe më lart. Në fillim të vitit 1982, Kadri Hasbiu u emërua ministër i mbrojtjes popullore, duke marrë postin që dikur e kishte mbajtur vetë Shehu. Në sipërfaqe, kjo dukej si nderim, si besim, si ngjitje. Por a ishte vërtet kështu? Shumë studiues sot mendojnë se ajo ngjitje nuk ishte as pak një shpërblim. Ishte, përkundrazi, hapi i parë i një kurthi të menduar me kujdes. Sepse të bësh ministër të mbrojtjes një njeri që për gati 30 vjet kishte qenë zoti i sigurimit, do të thotë ta heqësh atë nga baza e tij e vërtet e fuqisë. Do të thotë ta shkëputësh nga rrjeti që ai vetë e kishte ndërtuar, nga njerëzit që ishin besnik, nga dosjet që i kishte në dorë. Një ministër i mbrojtjes komandon ushtri, por nuk komandon më sytë dhe veshët e shtetit. Dhe një njeri pa sytë dhe veshët e shtetit në një vend si ai është një njeri i zhveshur, i pambrojtur, i ekspozuar. A e kuptoi Kadri Hasbiu, ndërsa pranonte postin e ri me fytyrë të qetë, se sapo i kishin hequr nga dora armën e vetme që mund ta mbronte? A e ndjeu se ajo ngjitje ishte, në të vërtetë, fillimi i rënies? Ndërkohë, makineria kishte filluar të punonte në heshtje. Pak pas largimit të Shehut, dora e fshehtë e regjimit ushtri drejt njeriut që e kishte zëvendësuar Hasbiun në Ministrinë e Brendshme. Feçor Shehu, një burr që kishte kaluar gjithë jetën në postet drejtuese të sigurimit dhe që së fundi e kishte drejtuar atë institucion, u largua nga detyra dhe, pak më vonë, në pranverën e atij viti, u arrestua. Vini re se sa e mjeshtërt ishte loja. Ata nuk e prekën menjëherë emrin e madh. Filluan nga skajet, nga njerëzit pak më të vegjël, nga ata që mund të thyeshin më lehtë, nga ata që, në presion, mund të nxirrnin emra të tjerë. Çdo arrestim ishte një hap. Çdo dëshmi e nxjerrë me forcë ishte një tull e re në murin që po ngrihej rreth Kadri Hasbiu. Dhe ai, ndoshta, e shihte murin që po rritej, pa mundur të bënte asgjë për ta ndalur.
Sepse çfarë mund të bëjë një njeri kur kupton se makineria që e njeh aq mirë po kthehet kundër tij? Kur e kupton se metodat që i ka parë qindra herë, tani po përdoren ngadalë mbi shokët e tij, dhe se herët avon do të arrijnë edhe te dera e tij. Disa thonë se Kadri Hasbiu u përpoq të duke i qetë, të vazhdonte punën si gjithmonë, sikur asgjë nuk po ndodhte. Të tjerë thonë se filloi të ndryshonte, se u bë më i heshtur, më i tërhequr, se diçka u shua në sytë e tij. Sepse një njeri që e ka ndërtuar vetë ka fazin, e di më mirë se kushdo tjetër se sa fort mbyllen hekurat. Dhe ai e dinte, ndoshta që në çastet e para, se nga ai ka faz nuk dilet i gjallë. A fjeti ai netët e atij viti? A i mbylli sytë qoftë edhe një herë pa frikë? Apo ndenjë zgjuar, duke dëgjuar çdo zhurmë jashtë dyerve, duke pritur trokitjen që e dinte se do të vinte? Ndërkohë, jashtë mureve të pushtetit, midis njerëzve të thjeshtë, kishte filluar të rrjedhë diçka tjetër, diçka që asnjë makineri sado e fuqishme nuk mund ta ndalte plotësisht. Fjalët, zërat, pëshpëritjet. Sepse kur shteti hesht, kur lajmet zyrtare bëhen të ftohta dhe të paqarta, populli fillon të ndërtojë vetë versionet e tij. Dhe një nga zërat që u përhap atë vit nëpër kafenet dhe sokakët e kryeqytetit ishte i jashtëzakonshëm. Thuaj se Kadri Hasbiu, ministri i fuqishëm, kishte ikur nga Shqipëria. Që kishte marrë një avion luftarak dhe kishte fluturuar përtej kufirit drejt lirisë, larg makinerisë që po e gjuante. Ishte një zë i çmendur, gati i pabesueshëm, por ai u përhap me shpejtësi nga goja në gojë. Më vonë, kur arkivat u hapën pas viteve 90, doli në dritë një detaj i çuditshëm dhe njerëzor. Një nga ata që ja kishte thënë këtë zë vet Hasbiut, sipas disa dokumenteve, ishte berberi i tij, një njeri i thjeshtë nga klubi i Ministrisë së Brendshme. Imagjinoni atë skenë. Ministri i fuqishëm, i ulur në karrigen e berberit, ndërsa njeriu që i pret flokët i thot me zë të ulët se nëpër qytet flitet se ai vet ka ikur me avion. Çfarë do të kishte ndjerë Hasbiu në atë çast? Tmerr, ndoshta. Sepse kur populli fillon të flasë për ikjen tënde, kjo do të thot vetëm një gjë. Që emri yt ka filluar të errësohet. Që ti tashmë je bërë temë bisede, dyshimi, frike. Dhe në atë sistem, të bëhesh temë bisede ishte hapi i parë drejt fundit. Por regjimi, në fillim, i quajti të gjitha këto thjesht zëra të përhapur nga armiku. Thanë se ishin shpifje, se ishin përrallat e atyre që donin të dëmtonin partinë. Megjithatë, diçka tradhtoi të vërtetën. Në shtatorin e atij viti, kur u mbajtën festimet e mëdha për një përvjetor të rëndësishëm të historisë së luftës, për 40-vjetorin e një konference të famshme partizane, vëmendja e të gjithëve u kthye drejt asaj që mungonte. Sepse ato ceremoni madhështore, ato fjalime dhe ato parada, treguan diçka që fjalët zyrtare e fshinin. Treguan se ajo që thuhej për Kadri Hasbiun nuk ishte thjesht një zë i kodh. Diçka po ndodhte vërtet. Diçka e madhe, e heshtur dhe e pakthyeshme. Dhe njeriu që dikur kishte qenë në qendër të çdo ceremonie, tani po zhdukej ngadalë nga fotografia, sikur dikush po e fshinte me kujdes, pak nga pak, ditë pas dite. Tani le të ndalemi për një çast dhe të mendojmë për diçka. Çfarë do të thotë të jesh i ndjekur nga makineria që e ke ndërtuar vetë? Kadri Hasbiu i njihte rregullat. I dinte përmendsh. Ai e dinte se si ndiqej një njeri, se si vendoseshin mikrofonët, se si regjistrohej çdo bisedë, se si pyeteshin fqinjet dhe kolegët, se si ndërtohej ngadalë dosja derisa të bëhej aq e trashë sa askush nuk mund ta hapte më. Dhe tani, të gjitha këto po i ndodhnin atij. Ai ishte njeriu i vetëm në gjithë vendin që e dinte saktësisht se çfarë po i bëhej, hap pas hapi. Imagjinoni dënimin e kësaj dijeje. Të mos kesh asnjë iluzion. Të mos shpresosh as edhe për një çast se ndoshta gjithçka do të zgjidhet. Sepse ti e di shumë mirë se makineria nuk gabon kur në favor të akuzuarit. Ti e di se kur ajo nis, ajo nuk ndalet. A ka dënim më të rëndë se sadia e plotë e fatit tënd? Ndoshta pikërisht këtu qëndron tragjedia e vërtet e këtij njeri. Jo se ai ishte i pafajshëm, sepse nuk ishte. Jo se ai nuk e meritonte të jepte llogari për atë që kishte bërë, sepse e meritonte. Por se ai u dënua jo nga drejtësia, por nga e njëjta makineri e padrejtë që ai vetë e kishte mbajtur në këmbë. Ai nuk u gjykua për krimet e vërteta që mund të kishte kryer si shef i sigurimit. Ai u gjykua për krime të trilluara, për një komplot që, sipas shumicës së historianëve të sotëm, nuk kishte ekzistuar kurrë në formën që e përshkroi regjimi.
Ai u bë viktimë e të njëjtit sistem që kishte krijuar viktima të panumërta të tjera. Dhe ndoshta, në netët e gjata pa gjumë të atij viti, ai e kuptoi më në fund se çfarë kishin ndier të gjithë ata që ai kishte dërguar drejt fundit. A është kjo një lloj drejtësie e errët, apo thjesht një ironi mizore e historisë? Ndërsa muajt kalonin dhe muri ngrihej gjithnjë e më lart diku në zemër të pushtetit, dy figura të tjera lëviznin në hije, të qeta, të kujdesshme, të padukshme gati. Ata nuk bërtisnin. Nuk dukeshin kurrë në qendër të skenës. Por çdo lëvizje e tyre ishte e llogaritur, çdo bisedë e tyre kishte një qëllim. Dhe ndërsa kadri Hasbiu zhytej gjithnjë e më thellë në errësirën që po e mbështillte, këta dy burra po afroheshin gjithnjë e më shumë te qendra e vërtetë e fuqisë. Sepse në çdo rënje të madhe, ndërsa sytë e të gjithëve janë te ai që bie, dikush tjetër në heshtje zë vendin e tij. Dhe pyetja e madhe, pyetja që do ta ndjekim deri në fund të kësaj historie, është pikërisht kjo. Ndërsa kadri Hasbiu binte, kush po ngrihej? Ndërsa dosja e tij po trashej, kush po I merrte çelsat e dosjeve të gjithëve të tjerëve? Kush, në fund, do të mbetej në këmbë kur pluhuri të ulej? Përgjigjja ndodhej shumë afër majës dhe ata që e dinin e mbanin për vete. Ka diçka që pushteti ua bën njerëzve, diçka që nuk shihet menjëherë, por që gërryen ngadalë, vit pas viti, si ujë që çan gurin. Kadri Hasbiu kishte hyrë në majat e shtetit si një burr I ri, I drejtë, me trup të fortë malsori dhe me sy që nuk dridheshin para askujt. Por gati 30 vjet në krye të aparatit më të rënd të një shteti I kishin lënë gjurmët e tyre. Ata që e panë në vitet e fundit thonë se ishte plakur shumë më tepër se sa I thoshin vitet. Flokët I ishin zbardhur. Fytyra I ishte mbledhur. Hapi nuk ishte më ai dikurshmi. Sepse mbajtja e sekreteve të një kombi të tërë mbi shpatulla nuk është një peshë që mund ta mbash gjatë pa u thyer. Çdo dosje që kishte hapur, çdo emër që kishte firmosur, çdo natë që dikush ishte marrë me urdhrin e tij, e gjitha kjo kishte mbetur diku brenda tij, si një gur I vogël që shtohej dita ditës mbi një shpinë që nuk mund të ankohej kurrë me zë. Sepse ai nuk mund të ankohej. Nuk mund të tregonte lodhjen. Në botën në të cilën jetonte, dobësia ishte vdekje. Të tregoje frikë do të thoshte t'u jepje armë armiqve të tu të padukshëm. Prandaj ai mbante maskën, fytyrën e qetë të njeriut që ka gjithçka nën kontroll, ndërsa brenda, ngadalë, diçka po shembej. Imagjinoni atë jetë. Të zgjohesh çdo mëngjes dhe të veshësh, bashkë me uniformën, edhe një fytyrë që nuk është e jotja. Të buzëqeshësh kur do të bërtisje. Të dukesh I fortë kur je I raskapitur. Dhe të dish gjatë gjithë kohës se sytë që ti ke vendosur mbi të gjithë të tjerët tani janë kthyer dhe po të shohin ty a mund ta mbaj vërtet një njeri këtë barr pa u thyer përfundimisht? Apo thyerja vjen gjithmonë, herët avon, vetëm se disa e fshehin më mirë se të tjerët? Për ta kuptuar plotësisht këtë botë, duhet të imagjinoni vendin ku jetonin këta njerëz. E quanin Bloku. Ishte një lagje e vogël në zemër të kryeqytetit, e rrethuar, e ruajtur, e ndaluar për njeriun e thjeshtë. Aty, pas barrierave dhe rojeve, jetonin udhëheqësit e vendit, larg syve të popullit që udhëhiqnin. Ishte një botë më vete, një ishull I mbyllur ku rregullat ishin të tjera. Ndërsa qytetari I zakonshëm bënte radhë të gjata për bukë dhe vaj, ndërsa familjet numëronin çdo lek dhe çdo copë mishi ishte ngjarje, brenda atyre mureve jeta rrifte ndryshe. Aty kishte gjëra që njeriu I rëndonte, as nuk I ëndërronte. Dhe pikërisht ky kontrast, kjo humner midis jetës brenda bllokut dhe jetës jashtë tij, është një nga gjërat që e bën më të hidhur gjithë historinë. Sepse ata burra që kontrollonin gjithçka, jetonin në një botë krejtësisht të ndarë nga ajo e njerëzve për të cilët gjoja kujdeseshin. Por edhe brenda atij ishulli të privilegjuar, edhe pas atyre mureve të mbrojtura, frika ishte e njëjtë. Madje, ndoshta, ishte edhe më e madhe. Sepse sa më afër majës të jesh, aq më gjatë është rënia. Njeriu I thjesht, jashtë bllokut, kishte një jetë të vështirë, por kishte edhe një lloj sigurie të çuditshme. Ai nuk kishte çfarë të humbiste, përveç jetës së tij të varfër. Por ata brenda, ata që kishin gjithçka, e dinin se mund ta humbnin gjithçka brenda një nate. Dhe kadri Hasbiu, ndërsa kthehej në shtëpinë e tij brenda atyre mureve, ndërsa shite gruan e tij dhe fëmijët, ndërsa ndoshta përpiqej të dukej I qetë para tyre, e dinte se gjithë ajo botë e ndërtuar me kujdes mund të shembej në çast. Sepse kishte parë ta shite tek të tjerët. E kishte parë me sytë e tij. Dhe tani priste në heshtje që radha të vinte tek ai.
Çfarë dinin njerëzit e tij, familja e tij, për atë që po afrohej? Ndoshta jo shumë. Ndoshta ata jetonin ende në iluzionin se gjithçka do të kalonte, se babai i tyre i fuqishëm do ta zgjidhte edhe këtë problem ashtu si kishte zgjidhur gjithmonë çdo gjë. Djali i tij më i vogël, futbollisti, ende ëndërronte ndoshta për ndeshjen e radhës, për gola dhe fitore, pa e ditur se bota e tij ishte gati të shembej mbi të. Sepse fëmijët e të fuqishmive në sisteme të tilla mbartin një mallkim të dy fish. Sa kohë babai është lart, atyre u hapen të gjitha dyert. Por në çastin që babai bie, të njëjtat dyert mbyllen me forcë dhe ata e gjejnë veten jo thjesht pa privilegje, por të dënuar vetëm sepse mbajnë mbiemrin e gabuar. Fati i atyre fëmijëve ishte lidhur me fatin e babait me një litar që askush nuk mund ta priste. Dhe kur babai do të binte, ata do të binin bashkë me të, pa pasur asnjë faj veç se të kishin lindur në atë familje. Ndërkohë, diku tjetër në blok, pas dyerve të një zyre tjetër, po ndodhte diçka që pak vetë e dinin atëherë, por që doli në dritë vetëm shumë vite më vonë. Thuhet se udhëheqësi suprem i vendit për muaj të tërë, nga fundi i atij dimri kur ra Mehmet Shehu e deri në vjeshtën e vitit pasues, mbyllej në zyrën e tij për orë të gjata çdo ditë. Aty, vetëm, i mbyllur, ai shqyrtonte me kujdes dosjet, letrat, fotografitë. Ai ndërtonte, copë pas cope, versionin e tij të historisë, atë version që do t'i jepej më vonë popullit si e vërtet absolute. Imagjinoni atë skenë. Njeriu më i fuqishëm i vendit, i ulur vetëm në një zyrë gjysmë të errët, duke shfletuar orë pas ore dosjet e atyre që dikur kishin qenë shokët e tij më të ngushtë. Duke vendosur me një stilolaps se kush do të jetonte dhe kush jo. Duke shkruar tragjedinë e Kadri Hasbiut me dorën e tij, fjalë pas fjale, ditë pas dite. Sepse aty, në ato dosje, qëndronte e gjithë fuqia e vërtetë të shtetit. Jo të ushtria, jo të ministrit, jo të paradat, por të letrat. Të dosjet e trasha të lidhura me Spango. Të fotografitë dhe regjistrimet. Kush i kontrollonte ato, kontrollonte gjithçka. Dhe Kadri Hasbiu, që për gati 30 vjet kishte qenë vetë mbreti i atyre dosjeve, tani shihte se si po ndërtohej dosja kundër tij, pa mundur të bënte asgjë. Më vonë, kur erdhi koha, shumë nga ato letra do të zhdukeshin. Faqe të tëra do të hiqeshin, do të digjeshin, do të bëheshin tym. Sepse e vërteta e plotë e asaj që ndodhi në ato vite, ishte e rrezikshme jo vetëm për të akuzuarit, por edhe për akuzuesit. Dhe ata që fituan në fund, ata që mbetën në këmbë, kishin çdo arsye të mira për t'i fshehur përgjithmonë ato faqe. Çfarë kishte vërtet në dosjet që u zhdukën? Çfarë sekreti ishte aq i rrezikshëm sa duhej të digjej me çdo kusht? Dhe ja ku arrim në pragun e çastit më të errët. Vjeshta e vitit 1982 po afrohej. Muri rreth Kadri Hasbiut ishte ngritur gati deri në fund. Shokët e tij të dikurshëm ishin arrestuar një nga një. Zërat për ikjen e tij ishin përhapur kudo. Festimet e shtatorit kishin treguar se diçka e madhe po ndodhte. Dhe makineria, e qetë dhe e pamëshirshme, po afrohej drejt derës së tij. Ai e dinte. Sigurisht që e dinte. Ai e kishte parë këtë skenar të luajë kaq herë sa i njihte përmendsh çdo hap. E dinte se pas vendimeve të organeve më të larta të partisë, pas mbledhjeve të gjata dhe të mbyllura ku do të diskutohej fati i tij, do të vinte trokitja. Dhe pas trokitjes, errësira. A fjeti ai natën e fundit si njeri i lirë? A e dinte se cila do të ishte mëngjesi i fundit që do ta shihte botën nga ana e atyre që urdhërojnë, dhe jo nga ana e atyre që i marrin? Përgjigjja dhe gjithçka që erdhi pas saj do të jetë rrëfimi i pjesës që vjen. Tani duhet të kthehemi pas vetëm pak dhe të shohim më nga afër ata dy burra që lëviznin në hije ndërsa gjithçka rreth Kadri Hasbiut po errësohej. Sepse asnjë rënje e madhe nuk ndodh vetvetiu. Gjithmonë ka duar që e ndihmojnë, ka mendje që e planifikojnë, ka njerëz që dinë saktësisht se çfarë do të fitojnë kur emri i madh të bjerë. Dhe në historinë e rënjes së ministrit të fuqishëm, dy emra dalin gjithnjë e më shumë në pa, sa më shumë që hapen arkivat. Njëri ishte njeriu që e zëvendësoi në kontrollin e aparatit të brendshëm, një burr i ri, energjik dhe ambicios, që kishte studiuar larg dhe që e dinte se si funksiononte makineria. Tjetri ishte një figurë shumë më e kujdesshme, shumë më e heshtur, një njeri që nuk nxitonte kurrë, që nuk bërtiste kurrë, që dukej gjithmonë i qetë dhe i matur. Dhe pikërisht ai i dyti, sipas shumë studiuesve, ishte në fakt më i rrezikshmi nga të gjithë. Sepse ka dy lloje njerëzish të pushtetshëm.
Ata që e tregojnë fuqinë e tyre, që duan të shihen, që kërkojnë vëmendjen. Dhe ata që e fshehin atë, që qëndrojnë në hije, që lënë të tjerët të luftojnë në dritë ndërsa vetë lëvizin në heshtje pas perdes. Lloji i parë bie shpesh, sepse bëhet shumë i dukshëm, sepse krijon armiq, sepse tërheq zilin. Por lloji i dytë, ai që qëndron në hije, shpesh mbijeton të gjitha stuhit dhe del në fund si fitues, kur të gjithë rivalet e tij të dukshëm janë rrëzuar njëri pas tjetrit. Dhe ndërsa Kadri Hasbiu, burri i madh, i njohur, i fuqishëm, zhytej në errësirë, ai njeri i heshtur i hijes po afrohej, ngadalë dhe pa zhurmë, drejt vendit ku merreshin vendimet e fundit. Dëshmitarët e asaj kohe, ata që e pan nga afër lojën e pushtetit, tregojnë skena që sot duken gati të pabesueshme. Tregojnë se si, pas mbledhjeve të mëdha të partisë, njeriu i hijes ecte gjatë nëpër trotuaret pranë selisë qendrore, lart e poshtë, për një orë të tërë, duke biseduar me radhë me secilin nga anëtarët e organit më të lartë. Një herë me njërin, pastaj me tjetrin, pastaj me një të tretë. Çdo bisedë e qetë. Çdo fjalë e matur. Çdo person i bindur veç e veç, në heshtje, larg veshëve të tjerëve. Ishte një mjeshtëri e vërtet e lojës së pushtetit, një art i bindjes së ngadalë dhe i sigurt. Dhe ndërsa ai ecte ashtu, duke folur me secilin, fati i të akuzuarve po vendosej, jo në sallat e mëdha, por në ato biseda të vogla në trotuar, ku askush nuk dëgjonte veç dy vetëve. A e dinte Kadri Hasbiu se kush po lëvizte në hije kundër tij? A i njite ata dy burra, a u besonte, a i konsideronte miq apo armiq? Ironia më e hidhur është se ndoshta ai ende mendonte se ishin shok. Ndoshta ende fliste me ta, ende u besonte, ende shpresonte se do ta ndihmonin. Sepse në atë botë të dy fish, ku miku dhe armiku kishin të njëjtën fytyrë, ishte gati e pamundur të dalloje se kush ishte vërtet me ty dhe kush kundër teje. Dhe ndoshta, pikërisht ata që Kadri Hasbiu i konsideronte më të afërt, ishin ata që po ndërtonin me kujdes kurthin e tij. A ka tradhti më të madhe se sa ajo që vjen nga dora që ti ende e shtrëngon si dorë miku? A ka therrje më të thellë se sa ajo që të jepet nga njeriu të cilit ti ende i tregon shpinën pa frikë? Por për ta kuptuar plotësisht këtë lojë, duhet të kthehemi te zemra e vërtet e gjithçkaje. Te arkivat. Te dosjet. Sepse e gjithë lufta për pushtet në një shtet të tillë ishte në thelb një luftë për kontrollin e letrave. Kush i mbante dosjet, kush i ruante regjistrimet, kush kishte në dorë sekretet e të gjithëve të tjerëve, ai ishte zoti i vërtetë. Dhe kur Kadri Hasbiu u largua nga Ministria e Brendshme, kur ju hoq kontrollin mbi sigurimin, ai humbi pikërisht këtë. Humbi çelësat e kasafortës. Dhe ata çelësa kaluan në duar të tjera. Mendoni për këtë. Për gati 30 vjet, ai kishte qenë ai që mbante sekretet e të gjithëve. Dhe tani, papritur, sekretet e tij ishin në duart e dikujt tjetër. Roli ishte përmbysur plotësisht. Gjahtari ishte bërë gjah. Dhe ja ku qëndron një nga misteret më të mëdha të gjithë kësaj historie. Çfarë ndodhi me dosjet? Sepse pas rënies së Kadri Hasbiut, pas gjyqit dhe gjithçkaje që erdhi më pas, shumë nga ato letra u zhdukën. Faqe të tëra mungonin. Dokumente që duhej të kishin ekzistuar, nuk gjendeshin më. Sikur dikush, me kujdes dhe me qëllim, kishte hequr pikërisht ato pjesë që mund të tregonin të vërtetën. Pse? Çfarë kishte në ato faqe që dikush e donte aq shumë të zhdukur? A tregonin ato se akuzat ishin të trilluara? A tregonin se kush ishte në të vërtet organizatori i vërtet i gjithë skenarit? A përmbanin emra që duhej të mbroheshin me çdo kusht? Nuk e dim. Sepse ato faqe nuk ekzistojnë më. Dhe kjo mungesë, kjo zbrazëti në arkiva, është ndoshta dëshmia më e fortë se aty kishte diçka shumë të rrezikshme për ata që fituan. Sepse e vërteta ka një veti të çuditshme. Kur dikush e fsheh diçka me aq kujdes, kur dikush shkatëron prova me aq vendosmëri, kjo vetë bëhet një provë. Provë se kishte diçka për të fshehur. Njeriu që nuk ka faj, nuk ka pse të djeg letrat. Njeriu që thot të vërtetën, nuk ka pse të zhduk dokumentet. Por ata që ndërtuan rastin kundër Kadri Hasbiut, ata që e dërguan drejt fundit, kishin çdo arsye të mira për t'i bërë tym ato faqe. Sepse nëse e vërteta do të dilte ndonjëherë e plot në dritë, ajo do të tregonte ndoshta një histori shumë të ndryshme nga ajo që ju tha popullit. Një histori jo për tradhtar dhe spiun, por për një luftë të ftohtë pushteti, ku njerëzit shkatëroheshin jo për atë që kishin bërë, por për atë që përfaqësonin, dhe për frikën që ngjallnin te ata që donin të ngjiteshin mbi kufomat e tyre politike.
Tani le të flasim hapur për një gjë që në atë kohë nuk mund të thuaj kur, por që sot shumë historian e pranojnë. Akuzat kundër Kadri Hasbiut dhe shokëve të tij ishin gati të pabesueshme. Ata u shpallën agent të disa shërbimeve të huaja njëkohësisht, të fuqive që ishin armike midis tyre. U tha se kishin punuar për zbulimet e disa vendeve të mëdha që nuk mund të kishin punuar kur bashkë. U tha se kishin kurdisur komplote për të hequr qafe udhëheqësin suprem. Por si mund të jetë një njeri njëkohësisht agent i 3 ose 4 zotërinjve që e urrejnë njëri tjetrin? Si mund të besohet se njeriu që kishte qenë vetë shefi i kundërzbulimit, ai që kishte kapur spionët e vërtet për dekada, ishte në fakt vetë spioni më i madh? Logjika nuk e mban. Dhe pikërisht këtu, në pamundësinë e vetë akuzës, qëndron prova më e qartë se i gjithë rasti ishte një ndërtim, një skenar, një makineri e ngritur jo për të zbuluar të vërtetën, por për të shkatëruar një njeri. Por në një sistem ku gjyqi nuk kërkon prova, ku dëshmia nxirret me forcë dhe ku fjala e udhëheqësit është ligj, logjika nuk ka rëndësi. Ka rëndësi vetëm vullneti i atij që urdhëron. Dhe vullneti ishte i qartë. Kadri Hasbiu duhej të binte. Jo sepse kishte bërë atë për të cilën akuzoi, por sepse rënia e tij i shërbente dikujt. Sepse largimi i tij hapte rrugën për dikë tjetër. Sepse, në fund të fundit, ai ishte një njeri shumë i fuqishëm, shumë i njohur dhe ndoshta shumë i dashur nga populli, për t'u lënë gjallë në një kohë kur po përgatitej trashëgimia e pushtetit. Sepse e dini se cila është gjëja më e rrezikshme në një shtet ku një njeri vetëm do të vendosë se kush do ta trashëgojë. Të jesh shumë i madh. Të kesh shumë mbështetje. Të jesh, me një fjalë, një rrezik i mundshëm për planin e trashëgimisë. Dhe Kadri Hasbiu ishte pikërisht kjo. Sepse kjo është teoria që sot mbron një pjesë e madhe e atyre që e kanë studiuar atë periudhë. Ata thonë se gjithë vala e madhe e spastrimeve të asaj kohe, gjithë shkatërimi i atyre figurave të mëdha, kishte një qëllim të fshehtë. Të hiqte nga rruga të gjithë ata burra të aftë, të fortë, me përvojë dhe me mbështetje, në mënyrë që rruga drejt majës të mbetej e lirë për njeriun e hijes, për atë që ishte zgjedhur në heshtje për të trashëguar pushtetin. Sepse përballë burrave si Mehmet Shehu apo Kadri Hasbiu, njeriu i hijes nuk ishte asgjë. Ata kishin emër, kishin histori, kishin njerëz që i ndiqnin. Ai kishte vetëm afërsinë me majën dhe artin e të mbijetuarit. Por kur ata u zhdukën njëri pas tjetrit, kur skena u zbraz nga gjigantët, atëherë njeriu i hijes mbeti i vetmi në këmbë. Dhe atëherë, dhe vetëm atëherë, rruga drejt majës u bë e lirë. A ishte e gjitha kjo një rastësi e thjeshtë? Apo një plan i ndërtuar me durim, hap pas hapi, mbi rënojat e atyre që dikur kishin qenë më të mëdhenj se ai? Dhe pastaj erdhi dita. Mesi i tetorit të vitit 1982. Vetëm 2 ditë pas një mbledhjeje të madhe dhe të gjatë të organit më të lartë të partisë, ku, pas orësh të tëra fjalimesh dhe akuzash, fati i tij ishte vulosur përfundimisht. Trokitja që Kadri Hasbiu e kishte pritur për muaj të tërë, më në fund erdhi. E arrestuan. Brenda një dite, njeriu që për gati 30 vjet kishte qenë një nga më të fuqishmit e vendit, humbi gjithçka. Postin. Gradën. Vendin në organet e larta. Lirin. U kthye nga ministër në të akuzuar, nga general në të burgosur, nga zoti i sigurimit në një numër në një qeli. Dhe gjithçka kjo ndodhi me një shpejtësi që tregon se sa mirë ishte përgatitur. Sepse makineria nuk improvizonte. Ajo e kishte planifikuar çdo hap shumë kohë më parë. Për të drejtuar hetimin kundër tij dhe shokëve të tij, ishte ngritur një grup i posaçëm, një ekip i zgjedhur njerëzish, i krijuar pikërisht për këtë qëllim, vetëm pak ditë pas arrestimeve të para. Detyra e tyre ishte e qartë dhe e ftohtë. Të zbulonin dhe të dokumentonin veprimtarinë e të ashtu quajturit grup armik. Do me thënë, të ndërtonin rastin. Të mblidhnin dëshmitë. Të nxirrnin pohimet. Të bënin që akuza e trilluar të dukej e vërtetë. Dhe ata e dinin shumë mirë se si bëhej kjo, sepse shumë prej tyre kishin punuar në të njëjtin sistem, ndoshta edhe në të njëjtin Kadri Hasbiu, dhe i kishin mësuar mjeshtërinë e errët të bërjes së fajtorëve nga njerëz të pafajshëm. Tani ata e kthyen atë mjeshtëri kundër mësuesit të tyre të dikurshëm. Ironia ishte e plotë dhe mizore. Imagjinoni se çfarë do të thoshte për Kadri Hasbiun të gjendej në anën tjetër të tryezës së hetimit. Ai e njihte secilën nga ato dhoma. E njihte zhurmën e atyre korridoreve.
E njëjtë mënyrën se si flitej, se si pyetej, se si këputej një njeri ngadalë ditë pas dite. Tani të gjitha këto po i bëheshin atij. Dhe ndoshta gjëja më e tmerrshme ishte se ai e dinte saktësisht se çfarë po vinte më pas. Nuk kishte asnjë surprizë për të. Asnjë shpresë. Sepse ai e kishte parë fundin e kësaj rruge kaq herë sa e dinte se ku të çonte. Çfarë ndjen një njeri kur kupton se po hyn në të njëjtën makineri që ai vetë e ka vënë në lëvizje kundër kaq të tjerëve? A ndjen faj? A ndjen frikë? A ndjen, ndoshta, një lloj drejtësie të hidhur që e gërryen nga brenda? Hetimi zgjati gati një vit. Një vit i tërë në qelit e burgut të vjetër të kryeqytetit, atij që e quanin me numrin 313. Një vit pyetjesh, presioni, izolimi. Dhe gjatë gjithë atij viti, sipas dëshmive që dolën më vonë, të akuzuarit u nënshtruan ndaj një trajtimi çnjerëzor. U përdorën metoda që synonin t'i thyenin, t'i detyronin të pranonin akuza që ata e dinin se ishin të rreme. Sepse qëllimi nuk ishte të zbulojë e vërteta. Qëllimi ishte të merrej pohimi. Dhe pohimi, në sisteme të tilla, është gjithçka. Sepse kur i akuzuari thot vetë me gojen e tij se është fajtor, atëherë makineria mund të thotë se drejtësia u bë, se gjithçka ishte e ligjshme, se populli mund të jetë i qetë. Pohimi i jepte gjithë skenarit pamjen e së vërtetës. Dhe prandaj ata bën gjithçka, absolutisht gjithçka, për ta marrë atë. Por ja ku ndodhi diçka që askush nuk e priste. Diçka që edhe sot e bën figurën e Kadri Hasbiut të ngrihet, pavarësisht gjithçkaje që kishte bërë në jetën e tij. Ai nuk u thye. Pavarësisht presionit, pavarësisht muajve të gjatë, pavarësisht gjithçkaje që ju bë, Kadri Hasbiu nuk e pranoi akuzën se kishte qenë pjesë e një organizate armike kundër shtetit. Ai e mohoi. E quajti shpifje. E hodhi poshtë. Dhe nuk ishte i vetmi. Bashkë me të, edhe disa nga shokët e tij të arrestuar mbajtën të njëjtin qëndrim. Ata refuzuan të pranonin atë që dinin se ishte e rreme, edhe pse e dinin shumë mirë se mospranimi do të thoshte fund. Mendoni për këtë guxim të çuditshëm. Njerëz që e dinin se do të dënoheshin sido që të ishte puna, që e dinin se nuk kishte shpëtim, dhe që megjithatë zgjodhen të mos gënjenin për veten e tyre. Pse? Çfarë i mban njerëzit të drejtë kur gjithçka është e humbur tashmë? Ndoshta ishte krenaria. Ndoshta ishte ajo kokfortësia e vjetër malsore që Kadri Hasbiu e kishte trashëguar nga babai i tij, luftëtari i Vlorës. Ndoshta ishte thjesht refuzimi i fundit i një njeriu që, pasi kishte humbur gjithçka tjetër, nuk donte të humbiste edhe të vërtetën e tij. Sepse kur të heqin lirinë, postin, familjen, të ardhmen, e vetmja gjë që mbetet është mënyra se si do të qëndrosh përballë fundit. Dhe Kadri Hasbiu, që kishte bërë kaq shumë gabime në jetën e tij, që kishte qenë vetë pjesë e makinerisë së padrejtësisë, zgjodhi, në çastin e tij të fundit, të mos përkulej. A ishte kjo një lloj shëlbimi? Apo thjesht kokfortësia e fundit e një njeriu që nuk dinte të dorëzohej? Ndoshta të dyja njëkohësisht. Ndoshta në atë refuzim kishte edhe pendim, edhe krenari, edhe një lloj qetësie të fundit. Dhe pastaj erdhi gjyqi. Shtatori i vitit 1983. Në sallat e gjykatës më të lartë të kryeqytetit, në dritat e ftohta, u luajt akti i parafundit i kësaj tragjedie. Në fakt, nuk ishte një gjyq, por dy që zhvilloheshin gati paralelisht. Në njërin të akuzuar ishin disa figura të tjera të mëdha të regjimit, midis tyre edhe gruaja e kryeministrit të ndjer, djali i saj, ministri i jashtëm i dikurshëm dhe ministri i shëndetësisë. Në gjyqin tjetër, atë që na intereson më shumë, i akuzuari kryesor ishte Kadri Hasbiu, bashkë me njeriun që e kishte zëvendësuar në Ministrinë e Brendshme, me disa zyrtar të sigurimit, me trupërojën kryesore të kryeministrit dhe madje, çuditërisht, edhe me një berber, i akuzuar gjithashtu për bashkëpunim në komplot. Dhe ata që ishin gjykuar në gjyqin e parë, dilnin si dëshmitar në të dytin. Imagjinoni atë skenë. Njerëz që dje ishin shok, krush, miq, tani dilnin përballë njëri tjetrit në sallën e gjyqit, disa si të akuzuar, disa si dëshmitar kundër atyre që dikur i kishin dashur. Dhe pikërisht në sallën e gjyqit ndodhi një nga skenat më të dhimbshme dhe më të paharrueshme të gjithë kësaj historie. Gruaja e kryeministrit të ndjer, ajo që dikur kishte qenë lidhur me Kadri Hasbiun nga gjaku i Krushis, ajo grua që për dekada kishte qenë pjesë e të njëjtit rreth, doli në sallë dhe dëshmoi kundër tij. Gjendja e saj, sipas dëshmitarëve, ishte e rëndë, e thyer, e mjerueshme.
Ajo përsëriti, fjalë për fjalë, sipas atyre që ishin aty, pikërisht ato akuza që ishin shkruar më parë nga prokurori. Si një njeri që nuk fliste më me vullnetin e vet, por që përsëriste një tekst të mësuar përmendsh në presion. Dhe ajo nuk dëshmoi vetëm kundër Hasbiu. Ajo dëshmoi edhe kundër fëmijëve të vet, kundër gjakut të vet, pse do të bënte një nën diçka të tillë? Përgjigjja, kur del në dritë, është aq e tmerrshme sa të lë pa frym. Sepse asaj gruaje, sipas dëshmive, i ishte premtuar diçka në këmbim. I ishte thënë se nëse pranonte, nëse përsëriste atë që i kërkoi, nëse dëshmonte kundër të tjerëve, atëherë ndoshta do të shpëtonte fëmijët e saj që ende ishin gjallë. Djali i saj i madh kishte humbur tashmë jetën në rrethana misterioze gjatë internimit. Dhe ajo, e shkatëruar nga dhimbja, e gatshme të bënte gjithçka për të mbrojtur ata që i kishin mbetur, u dorëzua. Pranoi të luante rolin që i kishin caktuar. U bë, kundër vullnetit të saj më të thellë, një mjet në duart e makinerisë. Imagjinoni dhimbjen e asaj zgjedhjeje. Të dëshmosh gënjeshtra kundër njerëzve që ke dashur, kundër fëmijëve të tu, sepse të kanë bindur se vetëm kështu mund t'i shpëtosh. A ka mizori më të madhe se sa kjo, të detyrosh një nën të tradhtoj gjakun e vet me shpresën e rreme se po e mbron? Dhe Kadri Hasbiu, ndërsa dëgjonte atë grua, dikur të afërt, ta akuzonte me fjalë që nuk ishin të sajat, çfarë ndjeu? Dëshmitarët tregojnë se në një çast ai u kthye nga ajo dhe i foli drejt për drejt. Jo me inat, por me një lloj habje të hidhur, gati me dëmshuri. I tha diçka të tillë, se si kishte arritur deri këtu, se si ishte bërë kështu ajo grua që ai e kishte njohur dikur ndryshe. Dhe në ato fjalë të pakta kishte gjithçka. Kishte tmerrin e të kuptuarit se çfarë i bën sistemi njerëzve. Kishte dhimbjen e shokut të tradhtuar. Kishte vetdijen e hidhur se të gjithë ata, akuzuesi dhe i akuzuari, dëshmitari dhe gjykatësi, ishin në fund viktima të njëjtës makineri pa fytyrë. Sepse ajo grua nuk e urrente Kadri Hasbiun. Ajo thjesht po përpiqej të shpëtonte fëmijët e saj. Dhe ai e dinte këtë. Dhe ndoshta, pikërisht prandaj, fjalët e tij nuk ishin fjalë inati, por fjalë keqardhjeje për të dyja palët, për të dhe për veten, të kapur në të njëjtin kurth nga i cili askush nuk dilte i gjallë. Ndërsa gjyqi shkonte drejt fundit, ndërsa dëshmit mbylleshin dhe akuzat lexoheshin për herë të fundit, erdhi çasti kur edhe vet Kadri Hasbiut i u dha fjala. Çasti kur njeriu që kishte heshtur për muaj të tërë në qeli, që kishte duruar gjithçka pa u thyer, mund të fliste më në fund përpara gjyqit, përpara atyre që do të vendosnin fatin e tij. Çfarë i thua botës kur e di se ato janë fjalët e tua të fundit si njeri i gjallë në një sallë të lirë? Çfarë mbetet për të thënë kur gjithçka tjetër është marrë tashmë? Dëshmitarët që ishin aty, dhe sidomos një burr që mbajti shënime të fshehta nga brenda dhe që i shkroi më vonë në një ditar, kanë ruajtur për ne disa nga ato fjalë. Dhe ato fjalë, edhe sot, pas kaq dekadash, kanë një peshë që të shtrëngon zemrën. Kadri Hasbiu nuk u përul. Nuk kërkoi falje për krime që nuk i kishte bërë. Por as nuk u shfaqi ftohtë apo i pandjeshëm. Përkundrazi, sipas atyre që ishin aty, ai foli si një njeri që e do jetën, që nuk dëshiron të largohet, që ka ende shumë për të jetuar. Tha se e donte jetën. Tha se kishte një grua, kishte fëmijë, kishte gjithçka për të cilën ia vlente të jetoje. Ishte një rrëfim njerëzor, i thjesht, i dhimbshëm. Sepse pas gjithë atij pushteti, pas gjithë atyre dekadave në maj, ai mbetej në fund vetëm një njeri që donte të jetonte, që donte të shihte fëmijët e tij të rriteshin, që donte të kishte një të nesërme. Dhe pikërisht kjo dëshirë e thjesht njerëzore për të jetuar, e bën fundin e tij edhe më të rëndë. Sepse nuk ishte një përbindës që po dënohej. Ishte një njeri. Një njeri me të gjitha gabimet dhe me gjithë dëshirën e tij për jetë. Por në të njëjtën kohë, në fjalët e tij të fundit kishte edhe diçka tjetër, diçka e fortë, e ashpër, e pathyer. Sepse kur foli për ata që e kishin tradhtuar, për makinerinë që e kishte shkatëruar, për botën e errët në të cilën ishte detyruar të jetonte, ai shqiptoi një fjali që mbeti në histori. Tha se më mirë do të ishte diku në fund të errësirës se sa të jetonte bashkë me ta. Më mirë çdo gjë tjetër, sado e tmerrshme, se sa të vazhdonte të ekzistonte në atë botë gënjeshtre, tradhtie dhe frike. Ishte një refuzim i fundit. Një mënyrë për të thënë se, megjithse i kishin marrë gjithçka, ata nuk mund t'i merrnin dinjitetin e tij të fundit, të drejtën e tij për t'i përbuzur ata që e kishin shkatëruar. Çfarë lloj force ka një njeri që, përballë fundit, gjen ende guximin të thotë diçka të tillë?
Dhe çfarë na tregon kjo për botën në të cilën ai jetoi, ku vdekja dukej më e mirë se sa jeta bashkë me tradhtarët? Vendimi, sigurisht, ishte i paracaktuar. Gjyqi nuk ishte veç se një formalitet, një shfaqje, një ritual i nevojshëm për t'i dhënë skenarit pamjen e drejtësisë. Të gjithë e dinin se cili do të ishte fundi qysh para se të niste gjyqi. Dhe kur vendimi u shpall, ai ishte ai që pritej. Kadri Hasbiu u dënua me vdekje. Bashkë me të, edhe disa nga shokët e tij të akuzuar morën të njëjtin dënim. Të tjerët u dënuan me burgime të gjata, vite e vite pas hekurave, nga ku disa do të dilnin vetëm shumë më vonë, kur i gjithë sistemi do të shembej. Por për Kadri Hasbiun, për burrin nga Mavrova, për ish mbretin e sigurimit, nuk kishte më rrugë dalje. Udha e tij toksore po afrohej drejt fundit. Dhe fundi erdhi në një natë shtatori të atij viti. Pas gjithë atyre muajve në qeli, pas gjyqit, pas fjalëve të fundit, jeta e Kadri Hasbiut u shua. U largua nga kjo botë në heshtje, larg syve të popullit, ashtu siç ishin larguar para tij kaq shumë të tjerë me urdhrin e tij. Dhe ironia e fundit, ajo ironi e hidhur që e përshkon gjithë këtë histori nga fillimi në fund, është pikërisht këtu. Njeriu që kishte ndërtuar makinerinë e fundit të heshtur, u largua vetë përmes së njëjtës makineri. Njeriu që kishte firmosur fundin e kaq të tjerëve, e gjeti fundin e tij të firmosur nga duar të tjera. Rrethi u mbyll. Makineria gëlltiti arkitektin e saj. Dhe nata që ra mbi të, ajo natë shtatori, ishte e njëjta errësirë që ai e kishte përhapur mbi kaq shumë familje të tjera gjatë jetës së tij. A ka drejtësi në këtë? A është ky fund një ndëshkim i merituar për gjithçka që ai kishte bërë, apo thjesht një krim i ri që i shtoi listës së gjatë të krimeve të atij sistemi? Ndoshta nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Sepse Kadri Hasbiu ishte njëkohësisht fajtor dhe viktim. Fajtor për atë që kishte bërë si shef i sigurimit, për dosjet, për arrestimet, për fundin e atyre që i kishte dërguar drejt errësirës. Por viktim e një makinerie që e shkatërroi atë jo për krimet e tij të vërteta, por për krime të trilluara dhe jo për drejtësi, por për interesin e atyre që donin të ngjiteshin mbi rënojat e tij. Dhe ndoshta pikërisht ky është mësimi më i thellë i gjithë kësaj historie. Që në një sistem që ndërtohet mbi padrejtësi, edhe vetë padrejtësia kthehet një ditë kundër atyre që e shërbejnë. Që makineria e frikës nuk njeh besnikëri, nuk njeh mirënjohje, nuk njeh shok. Ajo njeh vetëm urinë e saj të pafund për viktima të reja. Mendoni edhe një herë për këtë njeri, ndërsa nata e fundit binte mbi të. Një djalë nga një fshat i vogël buz detit, biri i një luftëtari që ishte ngjitur deri në majat më të larta të pushtetit. Që për gati 30 vjet kishte qenë një nga më të frikshmit e vendit. Që kishte pasur gjithçka, pushtet, famë, familje, sukses. Dhe që në fund e humbi gjithçka, jo në një fushëbetjeje, jo si luftëtar, por në një qeli, i shkatëruar nga e njëjta makineri që ai vetë e kishte ndihmuar të ndërtojë. A e mendonte ai, atë natë të fundit, rrugën e gjatë që e kishte sjellë deri aty? A i kujtonte malet e Vlorës, ditët e luftës, fytyrat e shokëve të rinj me të cilët dikur kishte ëndërruar një botë të re? A pendohej? A kuptonte, më në fund, se bota që kishte ndihmuar të ndërtojë ishte pikërisht ajo që po e gëlltiste tani? Këto pyetje do të mbeten përgjithmonë pa përgjigje, sepse vetëm ai mund t'u përgjigjej dhe ai u largua duke i mbajtur ato me vete. Por historia e Kadri Hasbiut nuk mbaron me natën e tij të fundit. Sepse kur një njeri i tillë bie, pasojat shtrihen shumë më gjatë se sa jeta e tij. Ato prekin familjen e tij, fëmijët e tij, të gjithë ata që mbanin mbiemrin e tij. Dhe ato prekin edhe vendin, edhe pushtetin, edhe gjithë rrjedhën e historisë që do të vinte më pas. Sepse rënia e tij nuk ishte një fund. Ishte një hapësirë e zbrazët që dikush tjetër do ta mbushte. Ishte një vend bosh në majën e pushtetit që dikush tjetër do ta zinte. Dhe pikërisht këtu, në atë që ndodhi pasi ai u largua, qëndron përgjigjja e pyetjes së madhe që e shtruam që në fillim. Kush e mori, në fund, kontrollin e vërtet të shtetit? Kush fitoi nga gjithë kjo tragjedi? Përgjigjja po afrohej dhe ajo do të na tregonte se asgjë nga e gjithë kjo nuk kishte qenë rastësi. Kaluan vite, kaluan dekada dhe bota ndryshoi përfundimisht. Sistemi që kishte ndërtuar makinerinë e frikës u shemb, muret ran dhe njerëzit që për një jetë të tërë kishin heshtur, më në fund mundën të flisnin. Dhe atëherë, ngadalë, filluan të dilnin në dritë gjëra që për dekada kishin qenë të mbyllura në sirtar, në kujtesa të frikësuara, në ditar të fshehur në ndysheme.
Disa nga ata oficer të vjetër të sigurimit, burra që dikur kishin punuar brenda asaj makinerie, që kishin parë me sytë e tyre se si funksiononte, filluan të rrëfenin. Disa shkruan libra. Disa dhanë intervista. Disa lanë ditar që u botuan vetëm pas largimit të tyre nga kjo bollë. Dhe nga ato rrëfime, copë pas cope, filloi të rindërtoi një pamje e të vërtetës që regjimi e kishte fshehur me aq kujdes. Një nga këto dëshmi më të çmuara erdhi pikërisht nga një burr që kishte qenë shumë afër zemrës së pushtetit, një njeri që kishte mbajtur shënime të fshehta nga brenda, nga vetë qelit dhe sallat ku u luaj tragjedia. Ai kishte shkruar në letër, pasi dilte nga dhomat e hetimit, gjithçka që kishte parë dhe dëgjuar. Torturat, presionin, skenat e dhimbshme, fjalët e fundit. Dhe fal atij ditari dhe shumë dëshmive të tjera si ai, ne sot dim shumë më tepër se sa dinin njerëzit në atë kohë. Dim se akuzat ishin të trilluara. Dim se dëshmit ishin nxjerrë me forcë. Dim se gruaja e detyruar të dëshmonte kundër të afërmve të vet e bëri këtë vetëm në presionin më njerëzor, me shpresën e rreme se do të shpëtonte fëmijët. Dim, me një fjalë, se ai gjyq nuk kishte qenë drejtësi, por teatër. Por misteri më i madh, ai që edhe sot mbetet i pasgjidhur plotësisht, është pikërisht ai që pyet vetë titulli i kësaj historie. Çfarë ndodhi me dosjet? Sepse oficerët e vjetër, ata që folën pas rënies së sistemit, e konfirmuan atë që shumë e kishin dyshuar. Që një pjesë e madhe e dokumenteve mbi atë çështje ishte zhdukur. Që faqe të tëra ishin hequr, ishin shkatëruar, ishin bërë tym. Që dosjet që duhej të kishin treguar të vërtetën e plot, ose nuk gjendeshin më, ose ishin të gjymtuara, të censuruara, të ndryshuara. Dhe pyetja që ngren të gjithë, pyetja që këta dëshmitarë e shtruan hapur, është e thjeshtë dhe e frikshme. Kush i mori ato dosje? Kush kishte fuqinë, pas rënies së ministrit, të hynte në arkivat më të mbrojtura të shtetit dhe të zhdukte pikërisht ato letra që mund të tregonin se kush ishte organizatori i vërtet i gjithë skenarit? Sepse mendoni për këtë. Dosjet mbi një çështje të tillë nuk ruheshin diku rastësisht. Ato ishin nën kontrollin e atyre që drejtonin aparatin e brendshëm, atyre që kishin marrë vendin e Kadri Hasbiu. Pra, ata që kontrollonin arkivat pas rënies së tij, ishin pikërisht njerëzit e rinj të pushtetit, ata që kishin përfituar nga largimi i tij. Dhe nëse pikërisht ato dosje u zhdukën, nëse pikërisht ato faqe u bën tym, atëherë logjika të çon në një përfundim të vetëm. Ata që fituan, ata që zun vendet e të rënëve, ishin edhe ata që kishin më shumë interes të fshinin të vërtetën. Sepse e vërteta e plot mund të tregonte se rënia e Kadri Hasbiut nuk kishte qenë drejtësi kundër një tradhtari, por një operacion i ftohtë për pastrimin e rrugës drejt pushtetit. Dhe ja pse, edhe sot, kjo histori nuk ka një fund të qartë. Sepse provat kryesore u zhdukën. Sepse dëshmitarët kryesor u larguan nga kjo botë pa folur, ose folën vetëm gjysmërisht, me frikën që i kishte shoqëruar gjithë jetën. Sepse ata që dinin më shumë, ishin pikërisht ata që kishin më shumë interes të heshtnin. Dhe kështu, e vërteta mbeti e copëtuar, e shpërndar në dëshmi të pjesshme, në ditar, në kujtime, në dyshime. Ne mund të ndjekim gjurmën. Mund të bashkojmë copat. Mund të kuptojmë se kujt i interesonte rënia, kush fitoi, kush u ngjit ndërsa të tjerët binin. Por dëshmim përfundimtare, atë letër të vetme që do të tregonte gjithçka pa lënë vend për dyshim, atë nuk e kemi. Sepse dikush e dogji. Dhe me të dogji edhe një pjesë të së vërtetës që kombi kishte të drejtë ta dinte. A do të dalë ndonjëherë e vërteta e plot në dritë? A ka ende, diku, në ndonjë arkiv të harruar, në ndonjë sirtar të mbyllur, në kujtesën e ndonjë plaku që ende nuk ka folur, një copë e fundit e enigmës që do të na tregonte se kush vërtet i mori ato dosje dhe pse? Ndoshta po. Ndoshta një ditë, dikush do të gjejë diçka, do të hap një kuti të vjetër, do të lexojë një letër të harruar, dhe një pjesë e re e së vërtetës do të dalë në sipërfaqe. Por ndoshta jo. Ndoshta e vërteta e plot u dogj përgjithmonë në ato ditë të errëta, dhe ne do të mbetemi përjetë me pyetjet tona, duke shikuar nga larg një histori, gjurmët e së cilës çojnë drejt një dere që dikush e mbylli me kujdes dhe e dogji çelësin. Dhe pikërisht kjo pasiguri, kjo zbrazëti aty ku duhej të ishte e vërteta, është ndoshta dëshmia më e fortë e të gjitha. Sepse atë që dikush përpiqet kaq fort ta fshehë, është zakonisht pikërisht ajo që ai ka më shumë frikë se do të dalë në dritë. Pasi Kadri Hasbiu u largua, dora e ftohtë e sistemit nuk u ndal.
Sepse në atë botë dënimi nuk binte vetëm mbi njeriun, por mbi gjithë gjakun e tij. Familja e tij, gruaja dhe fëmijët, ata që nuk kishin bërë asnjë faj veç se mbanin mbiemrin e gabuar, u dënuan gjithashtu. U internuan, u dërguan larg në një vend të humbur malor, ku jeta ishte e vështirë dhe e ashpër, ku emri që dikur kishte hapur çdo derë tani ishte një mallkim. Imagjinoni rënjen e tyre. Dje jetonin në zemër të kryeqytetit, brenda mureve të mbrojtura të lagjes së privilegjuar, me gjithçka në dispozicion. Nesër u gjendën të dëbuar, të harruar, të dënuar të jetonin në mjerim, vetëm sepse babai i tyre kishte rënë. A ka pa drejtësi më të madhe se sa të dënosh fëmijët për të ashtu quajturat faje të prindit? Dhe fati i tyre ishte i tmerrshëm. Djali i tij më i vogël, ai futbollisti i talentuar që pak vite më parë kishte ngritur lart kupën e kampionit, që kishte pasur gjithë jetën përpara, u shkatërrua. Karriera e tij mori fund në çastin që babai u arrestua. Nga një yll i ri sporti, ai u kthye në një të internuar në një vend të largët. Dhe disa vite më vonë, në fund të viteve 80, ai humbi jetën në një nga minierat e atij vendi ku ishte dëbuar. Sistemi e quajti vetvrasje. Por shumë, atëherë dhe sot, e vën në dyshim atë version, ashtu siç vun në dyshim kaq shumë vetvrasje të tjera të asaj kohe. Sepse në atë botë, fjala vetvrasje shpesh fshite gjëra shumë më të errëta. Imagjinoni dhimbjen e asaj familjeje. Të humbasin së pari babain, pastaj djalin, njërin pas tjetrit, të shkatëruar nga e njëjta makineri, pa pasur kur të drejtën të qanin haptas, pa pasur kur një varr ku të shkonin lirisht. As fati i familjes tjetër, asaj me të cilën Kadri Hasbiu ishte i lidhur me Krushi, nuk ishte më i mirë. Gruaja e kryeministrit të ndjer, ajo që ishte detyruar të dëshmonte kundër tij dhe kundër fëmijëve të vet, humbi jetën disa vite më vonë në burg, në rrethana që mbeten edhe sot të mjegullta dhe të pasqaruara. Djali i saj i madh kishte humbur tashmë jetën gjatë internimit, edhe ai në rrethana misterioze. Një familje e tërë u shua, pjesë pas pjese, e gëlltitur nga e njëjta errësirë. Dhe kështu, dy familje që dikur kishin qenë në majat e pushtetit, dy familje të lidhura me gjak dhe me besnikëri, u fshin gati plotësisht nga faqja e dheut, duke lënë pas vetëm dhimbje, pyetje dhe një heshtje që do të zgjaste me dekada. Vetëm shumë vite më vonë, kur i gjithë sistemi u shemb, kur errësira më në fund u ngrit nga vendi, familja e Kadri Hasbiut mundi më në fund të bënte atë që çdo familje ka të drejtë të bëjë. Të nderonte të vdekurin e saj. Më shumë se 10 vjet pas natës së tij të fundit, eshtrat e tij u zhvarrosën dhe u rivarrosën me dinjitet, sipas dëshirës së familjes, në një vend pranë kryeqytetit. Më në fund, pas kaq kohësh, ai pati një varr ku të afërmit e tij mund të shkonin, ku mund të ndizeshin qirin, ku dhimbja mund të kishte një vend. Ishte një akt i vogël drejtësie njerëzore, shumë vonë, por megjithatë i rëndësishëm. Sepse ai tregoi se as makineria më e fuqishme nuk mund ta fshijë përgjithmonë kujtimin e një njeriu, sado fort të përpiqet ta gropos në heshtje. Por tani le të kthehemi te pyetja e madhe, te ajo pyetje që e shtruam që në çastin e parë të kësaj historie. Kush mori, në fund, kontrollin e vërtet të shtetit? Sepse ndërsa Kadri Hasbiu binte, ndërsa familja e tij shkatërrohej, ndërsa gjigantët e vjetër të pushtetit zhdukeshin njëri pas tjetrit, dikush tjetër po ngrihej. Dhe kur pluhuri më në fund u ul, kur stuja kaloi, ata që mbetën në këmbë ishin pikërisht njerëzit e hijes. Njeriu i qetë, i matur, ai që kishte ecur nëpër trotuare duke bindur me radhë çdo antar të majës, ai do të bëhej, pas largimit të udhëheqësit suprem disa vite më vonë, vetë drejtuesi i parë i partisë dhe i shtetit. Trashëgimtari. Ai që mori gjithçka. Dhe tjetri, ai që kishte drejtuar aparatin e brendshëm gjatë gjithë kohës së pastrimeve, mbeti për shumë vite në krye të ministrisë së brendshme, një nga njerëzit më të fuqishëm të vendit. A është kjo një rastësi? A është thjesht një rrjedhë e natyrshme e ngjarjeve, që ata që ndihmuan në shkatërimin e të mëdhenjve, në fund i zun vetë vendet e tyre? Apo është, siç mendojnë shumë studiues sot, prova përfundimtare se gjithçka kishte qenë e planifikuar që në fillim? Sepse mendoni për logjikën e ftohtë të kësaj. Para se të binin gjigantët, njerëzit e hijes nuk ishin asgjë në krahasim me ta. Nuk kishin as emrin, as historinë, as mbështetjen popullore që kishin burra si Kadri Hasbiu. Por kur gjigantët u zhdukën, kur skena u zbraz, njerëzit e hijes mbetën të vetmi. Dhe atëherë, dhe vetëm atëherë, rruga drejt majës u bë e lirë për ta. Kush përfitoi nga rënia e Kadri Hasbiut? Përgjigjja, kur e ndjek gjurmën deri në fund, të çon drejt e të zyrat e pushtetit të ri.
Dhe ja ku qëndron e vërteta e hidhur që fshihet pas gjithë kësaj historie. Spastrimet e mëdha të asaj kohe, shkatërimi i atyre figurave të fuqishme, nuk ishin thjesht një luftë kundër armiqve të vërtet apo të imagjinuar. Ato ishin, në një masë të madhe, një pastrim i rrugës. Një heqje sistematike e të gjithë atyre që mund të bëheshin pengesë për planin e trashëgimisë së pushtetit. Sepse udhëheqësi suprem, ndërsa afrohej fundi i jetës së tij, donte të siguronte se kush do ta trashëgonte fronin. Dhe për ta siguruar këtë, duhej të hiqte nga rruga të gjithë ata burra të aftë, të fortë, të dashur nga populli, që mund të kërcënonin planin e tij. Kadri Hasbiu ishte një prej tyre. Shumë i fuqishëm, shumë i njohur, shumë i rrezikshëm për të mbetur gjallë. Dhe kështu, ai u eliminua, jo si tradhtar, por si rrezik. Jo për atë që kishte bërë, por për atë që ishte. Dhe pikërisht këtu mbyllet rrethi i kësaj tragjedie. Njeriu që kishte ndihmuar të ndërtojë makineria e frikës, u shkatërrua nga ajo makineri. Njeriu që kishte mbajtur dosjet e të gjithëve, u shkatërrua nga një dosje. Njeriu që kishte qenë vegël në duart e pushtetit, u flak tutje kur pushteti nuk kishte më nevojë për të. Ai ishte njëkohësisht xhelati dhe viktima. Ndërtuesi dhe rënoja. Dhe historia e tij është, në thelb, historia e gjithë atij sistemi. Një sistem që gëlltiste pa pushim, që nuk njite besnikëri, që e kthente çdo shërbëtor të tij të dieshëm në viktimën e tij të nesërme. Sepse kur frika bëhet ligji i vetëm, atëherë askush nuk është i sigurt. As mbreti i frikës. As ai që mban çelësat e burgjeve. As arkitekti i makinerisë. Dhe kështu mbeten me ne pyetjet, ato pyetje që as sot, pas kaq dekadash, nuk kanë gjetur përgjigje të plotë. Çfarë kishte vërtet në ato dosje që u zhdukën? Kush i mori dhe pse i shkatërroi? A do ta mësojmë ndonjëherë të vërtetën e plot për atë që ndodhi në ato vitet e errëta, apo do të mbetet ajo përgjithmonë e groposur në mpluhurin e arkivave që askush nuk i ka hapur ende deri në fund? Dhe pyetja më e madhe nga të gjitha, ajo që e shtruam në fillim dhe që na ka shoqëruar deri këtu, mbetet ende pezull mbi gjithë këtë histori. Kur Kadri Hasbiu ra, kush e mori vërtet kontrollin e shtetit? Emrat i dim. Gjurmët i ndoqëm. Por e vërteta e plot, ajo e vërtet që dikush u përpoq ta diqte përgjithmonë në ato faqe që u zhdukën, ndoshta nuk do të dalë kurrë në dritë. Dhe ndoshta pikërisht kjo ishte ajo që donin ata që fituan. Që ne të mos e mësojmë kurrë. Që pyetja të mbetet përgjithmonë e hapur dhe e vërteta përgjithmonë e fshehur atje në errësirën e dosjeve që nuk i pa kurrë askush deri në fund.